Femrat shqiptare punojnë mesatarisht 2-3 orë më shumë se meshkujt dhe dhunohen më tepër në vitin e 2 dhe të 3 të martesës. Është kjo panorama që ilustrojnë të dhënat e Institutit të Statistikave në botimin Femra dhe Meshkuj në Shqipëri, ku jepet një tablo e qartë mbi kontributin dhe përfshirjen e femrave dhe meshkujve në aktivitetet e ndryshme sociale, ekonomike e politike. Jep një panoramë të qartë për përfshirjen e femrave dhe të meshkujve në aktivitetet ndryshme sociale, ekonomike dhe politike në Shqipëri. Ndërkohë, ndryshe nga herët e tjera gjithashtu, kemi më të plot kapitullin i cili flet për barazinë gjinore në politikbërje dhe apo i quhet ndryshe femrat në vendimarrje, ky kapitulli, dhe keni një ecuri interesante të përbërjes parlamentit që prej vitit 1920 apo kapitulli tjetër i punësimit që vjen me statistika të reja gjinore nga fusha e punësimit. Sipas të dhënave të Instatit, niveli i punësimit të femrave është 49.5%, kurse për meshkujt në 63.2%. Kjo do të thotë se të ardhurat për femrat janë shumë herë më të pakta se sa të ardhurat e meshkujve, por femrat për një ditë normale pune punojnë edhe 2 deri në 3 orë më shumë se meshkujt. Kjo diferencë thellohet në rastet kur gratë kanë një partner dhe të paktën një fëmijë në moshën 7 vjeç. Përveç kësaj, femrat shpenzojnë 7 herë më shumë kohë në punë të papaguar se sa meshkujt. Sipas raportit të Instat, pjesa më e madhe e femrave janë të punësuara në sektorin e bujqësisë.